Pyetja e radhës është nga një shikuese e jona e cila thotë jam një motër muslimane, kam mbi 30 vjet dhe jam e mërzitur sepse ende nuk jam e martuar. Ju lutem një këshill. Po, këshillat i marrim çdo herë prej fjalëve të Allahut, këshillat i marrim çdo herë nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë rast Allahu njeriu kur e ka kriju dhe ka thonë se ne juve do t'ju sprovojmë. E Allahu dhul xhelal neve do të na çon sprova. E sprovat janë të lloj-llojshme. Pa më parasysh se a janë ato sprova të rënda, sikurse janë smunjet, skamja, marrja e pasurisë, por edhe vdekja, këto janë sprova të rënda të cilët vetë Allahu i përmend në Kur'an. Për këtë rast mundet që sprovohet, mos them në thojza, ndonjëherë besimtari dhe besimtarja edhe me vonesën e martesës. Në këtë rast nuk duhet askush të mërzitet, por çka të beson në caktimin e Zotit, të beson në atë çka ka shkruar Zoti, të beson në atë çka është domethënën në kaderin e Allahut dhul xhelal. Por në këtë rast, nëse unë i kumbush kaq vjet, edhe kum ngel pa martu, nuk do me thonë se jeta jote ka mbaru. Jo. Merre si sprov për momentin, e ndoshta Allahu dhul xhelal ta ka vonu martesën që me ta gjetë një derë të hajrit dhe me ta gjetë një kismet të hajrit, sepse në nesër çka do të ndodh, nuk e dim, ajo çka do të ndodh nesër e din vetëm Allahu, të msheftën e din vetëm ai, gajbin e din vetëm se Allahu dhul xhelal. E jona çka është, e jona është të lutemi dhe të bëjmë dua. Duaja, edhe pse ndonjëherë për shpirtin tonë dhe për zemrën tonë mendojmë se ajo vënohet, por Allahu e din më së miri se kur e pranon lutjen tonë, se shpesh njerëzit na thonë neve si xhallar, o hoç, po unë e luta pa Allahin, po që s'ma boni kabull. Ne jemi njerëz të cilët shpejtojmë, ne jemi njerëz të cilët kemi axhele, dhe për atë të cilët neve shpejtojmë nuk kemi sabër. Ti nuk i beson Allahit? Po i besoj. Por ti nuk i beson Allahut se Allahu e pranon lutjen tënde? Edhe kohrat e lutjes i ka përmendur se 100% unë ja pranoj robit të lutjen. Por ne jemi njerëz të cilët shpejtojmë dhe lutemi një natë, e 2 natë, e 3 natë, e 4 natë, ndoshta dikush edhe 30 natë të muajit të Ramazanit lutet, edhe thotë hoç e luta Allahin 30 natë dhe s'ma boni kabull. Po ti 19 muaj s'keve kërkon. Në këtë rast ti mundesh ta lutesh Allahun edhe sipas filozofisë tënde, është vonu lutja dhe është vonu pranimi i lutjes, por kjo nuk është e vërtetë. Se Allahu e din më së miri kur ka me ta bë kabull lutjen tënde. Allahu e din më së miri kur ka me ta hap kismetin tënd. Dhe Allahu e din më së miri kur ka me qenë martesa jote. Por atë ne nuk duhet të mërzitemi. Nëse ndonjëherë na han shpirti, nëse ndonjëherë kemi vezvese, nëse ndonjëherë shejtani na ngacmon, nëse ndonjëherë edhe njerëzit përfolin rreth e për qark, mbështetju Allahun dhul xhelal, sepse më i miri prej nesh është ai i cili mbështetet. Nuk ka mbështetje më të fortë se sa të mbështetemi në Allah. E ai i cili mbështetet Allahut, Allahu ja çel rrugët ka se kujton. Edhe ai i cili frigohet Allahut, Allahu ja çel dyrt ka se kujton. Por atë Allahu dhul xhelal thotë: "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ai i cili frigohet Allahut, Allahu ja çel rrugët besimtarit ka se kujton. Por atë edhe ne ju themi motrave tona dhe kësaj motrës, le të ketë frikë Allahu dhul xhelal, se nuk ka dyshim, bile unë s'kam dyshim as pak në fjalën e Zotit, por edhe ne nuk duhet të kemi dyshim se Allahu dhul xhelal ka përgatitur për besimtarin dhe besimtarët. Nëse ne jemi me Allah dhe nëse ne emanetin e çojmë në vend, dhe nëse zemra jon është e lidhur për Zot, Zoti robin e vet nuk e haron asnjëherë, edhe pse ne ndonjëherë harrojmë. Edhe pse ne ndonjëherë e harrojmë edhe Zotin dhe ja kthejmë shpinën Zotit dhe ja them urdhnat e Zotit, Allahu të ka krijuar në formën më të bukur. Allahu të ka dhënë shëndet, Allahu të ka dhënë pasuri, Allahu të ka dhënë gojë, Allahu të ka dhënë syrin dhe ti ka dhënë të gjitha begatit. E nëse mundohet robi Allahu të numëron të mirat e Zotit nuk kanë fund. Allahu në Kur'an thotë: "Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse mundohesh o musliman të numërosh të mirat e Zotit, ato nuk kanë fund. Por atë edhe nuk duhet neve të brengosemi pse na është vënë martesa. Nuk duhet të brengosemi pse ne i kemi bërë më tepër se kaq vjet. Por ne duhet të brengosemi a thu vallë, ne i kemi raporte të mirë me Allahun dhul xhelal, sepse ka shumë raste të cilët kanë ndodhur vonesa edhe të gjemt dhe të vllaznit ton, por edhe ndodh vende edhe vonesa të motrat tona. Por nuk do me thonë se Allahu dhul xhelal nuk ka kujtu për ti dhe të ka harru asesi, por ne duhet ta përkujtojmë Allahun edhe ta lutim Allahun dhul xhelal atë që na don zemra më së miri për neve, edhe për atë
edhe këshilla jon për juve dhe për gjithë ata të cilët neve na dëgjojnë është dhe na shikojnë që ta lutim Allahun dhul xhelal për çdo sen çka kemi nevojë, se ajo është Allah dhe nevojat e tona janë të pakta kërshi asaj se Allahu neve na i ka dhënë, por atë edhe nëse ndonjëherë ndodh që vonesa e ndonjë motrës është e vonume, nuk do me thonë se është bo katastrofa, nuk do me thonë se është bo nami, por ne duhet ta lutim Allahun dhul xhelal që Allahu të na jep neve ndonjë rrezik, ose të na jep neve ndonjë kismet, që inshallah atë na fak çka zemra jote ta don, Allahu të ta mundson dhe të ta plotson. Wallahu ta'ala alem.